Ky është horoskopi për ditën e diel 8 shkurt 2026. Faleminderit që na ndiqni. Dashi. Data 8 shkurt sill për dashin një nevojë të fortë për ekuilibër mes energjisë së lartë dhe kujdesit për veten. Shëndeti kërkon vëmendje, sidomos nëse kohët e fundit keni shtyr pushimin ose mbi ngarkuar trupin. Në aspektin financiar, dita ju nxit të mendoni strategjikisht. Mund të linjë një ide për të rritur të ardhurat, por nuk është momenti për të marrë vendime impulsive. Nëse po prisni një pagesë ose përgjigje financiare, ajo mund të vijë me vonesë, por jo me refuzim. Durimi do t'ju shpërblehet. Në çift, marrëdhënia po kalon në një fazë reflektimi. Do diskutoni për plane afatgjata, por duhet të dëgjoni dhe partnerin dhe të mos impononi mendimin tuaj. Beqarët ndihen selektiv. Një njohje e re nis përmes një bisede intelektuale, por jo domosdoshmërisht sjell pasion të menjëhershëm. Një temë unike për dashin sot është kontrolli i impulsivitetit. Sa më shumë të veproni me vetdije, aq më të mira janë rezultatet. Demi. Për Demin, 8 shkurti sjell fokus tek stabiliteti dhe mirëqenia. Shëndeti është përgjithsisht i qëndrueshëm, por trupi kërkon ritëm të rregullt. Ushqimi, ngrënia ose stresi dhe mungesa e lëvizjes mund t'ju ndikojnë në energjinë tuaj. Një rutinë e thjeshtë por konstante do t'ju ndihmojë të ndiheni të balancuar. Financat janë në qendër të vëmendjes. Është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin, për të mbyllur borxhe ose për të menduar për investime afatgjata. Nuk është ditë për shpenzime luksi, por zgjuarsi ekonomike. Një këshill nga një person me përvojë dhe më i madh se ju mund t'ju rezultojë shumë e vlefshme. Në çift, marrëdhënia kërkon butësi dhe siguri emocionale. Partneri ka nevojë të ndihet i vlerësuar, jo vetëm për atë që bën, por për atë që është. Një gest i vogël mund të ketë efekt të madh. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që ju ofron qetësi dhe jo drama. Tema e ditës për Demin është ndërtimi i sigurisë që nis nga ju. Binjakët. Binjakët përballen me një ditë dinamike me ndërisht. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen psikologjike. Stresi, mendimet e tepërta ose mungesa e fokusit mund t'ju lodhin. Pushimet e shkurtra, frymëmarrja e thellë dhe organizimi i mirë i ditës janë të rëndësishme. Në planin financiar, dita sjell informacion të ri. Mund të mësoni diçka që ju ndryshon mënyrën si i shihni të ardhurat dhe shpenzimet. Një mundësi e vogël por e zgjuar mund t'ju hap rrugë për fitime të ardhshme. Kujdes me kontratat dhe marrëveshjet e paqarta. Në çift, komunikimi është qelës absolut. Nëse ka pasur keqkuptime, dita ju jep shansin për t'i sqaruar me maturi. Beqarët kanë shanse për flirtë dhe njohje interesante, sidomos përmes rrjeteve sociale dhe bisedave spontane. Tema unike për binjakët është fuqia e fjalëve tuaja. Ajo që thoni sot dhe mënyra si e thoni mund të kenë më tepër ndikim nga sa mendoni. Gaforja. Për gaforen, 8 shkurti është një ditë thellësisht e butë emocionalisht. Shëndeti kërkon ngrohtësi dhe kujdes për veten. Ndjeshmëria është e lartë dhe çdo stres emocional do të reflektohet në trup. Një ambient i qetë dhe njerëzit e besuar do të jenë ilaçi më i mirë sot. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim. Mund të ndjeni pasiguri, por realisht situata është më e qëndrueshme se sa duket. Mos merrni vendime bazuar në frikë. Një shpenzim familjar ose për shtëpinë mund të jetë i domosdoshëm. Në çift, lidhja forcohet përmes mbështetjes reciproke. Është ditë e mirë për të folur për ndjenjat, frikërat dhe për të ardhmen tuaj. Beqarët janë nostalgjik dhe mendojnë për të kaluarën, por një njohje e re mund të vijë në mënyrë të natyrshme. Tema unike e ditës për gaforen është shërimi emocional. Kur kujdeseni për ndjenjat tuaja, gjithçka tjetër fillon të rregullohet. Luani. Luani ndodhet në një fazë ku energjia e brendshme kërkon një drejtim të saktë. Shëndeti është i mirë, por ekziston rreziku i lodhjes nga mingarkesa ose nga dëshira për të bërë gjithçka vetë. Balancimi mes aktivitetit dhe pushimit do të jetë thelbësor. Financat për Luani lidhen me ambicien tuaj. Kjo ditë ju shtyn të mendoni në mënyrë madhështore, por duhet të mbani këmbët në tokë. Një mundësi profesionale ose ide kreative mund të sjellë përfitime nëse e menaxhoni me zgjuarsi. Në çift dëshironi vëmendje dhe konfirmim, por kujdes të mos bëheni dominues. Partneri ka nevojë për hapësirë për të shprehur. Beqarët janë magnetik dhe mund të tërheqin dikë që admiron forcën dhe karizmën tuaj.
Tema unike për Luanin është udhëhequrit me zemër. Kur udhëhiqni me empati dhe jo vetëm me ego, gjithçka do të rrjedhë më lehtë për ju. Virgjëresha. Virgjëresha përballet me një ditë reflektimi dhe rregullimi. Shëndeti përmirësohet kur ndiqni rutina të thjeshta. Trupi juaj reagon më mirë ndaj disiplinës dhe kujdesit të detajuar, kështu që duhet ta dëgjoni. Financat kërkojnë analizë. Është një ditë e mirë të kontrolloni shpenzimet, të riorganizoni dokumente ose të bëni plane afatgjata. Një vendim i vogël sot mund të ketë ndikim shumë të madh në ditët në vijim. Në çift, marrëdhënia do të përfitojë nga sinqeriteti dhe prakticiteti. Një problem i vjetër mund të rikthehet, por duhet ta trajtoni me qetësi. Beqarët mund të njohin dikë përmes punës ose një aktiviteti të përditshëm. Tema unike për virgjëreshën është rregullimi i brendshëm. Kur mendja është e qartë, edhe jeta bëhet më e thjeshtë për ju. Peshorja. Peshorja kërkon harmoni në çdo aspekt. Shëndeti ndikohet nga stresi emocional dhe konfliktet e pazgjidhura sot. Një bisedë e hapur ose një aktivitet relaksues do t'ju ndihmojë. Financat kërkojnë ekuilibër këtë të diel. Mund të tundoheni shumë nga shpenzimet estetike ose për luks dhe pamjen e jashtme, por është mirë ta ruani masën. Një bashkëpunim financiar me dikë tjetër mund të jetë shumë i favorshëm. Në çift, marrëdhënia ka nevojë për barazi dhe respekt të ndërsjellët. Beqarët nga ana tjetër mund të tërhiqen nga dikush me energji shumë elegante dhe mendje të hapur. Janë ndryshe nga çdo njeri që kanë takuar më parë. Tema për peshoren sot do të jetë të zgjedhin paqen. Jo çdo betejë ja vlen të luftohet. Ndonjëherë, tërheqja nga këto beteja të pakuptimta është pikërisht ajo për çka keni nevojë. Akrepi. Data 8 shkurt është intensive dhe transformuese për akrepin. Energjia astrale ju shtyn të përballeni me të vërteta që i keni shtyr prej kohësh. Në aspektin e shëndetit, trupi juaj po reagon fort ndaj emocioneve që mbani përbrenda. Tensioni nervor, pagjumësia ose lodhja mendore janë shenja që ju duhet të çlironi atë që po ju rëndon. Aktivitetet që përfshin frymëmarrje të thellë ose reflektim do të jenë shëruese për ju sot. Financat janë një temë delikate dhe e fuqishme. Mund të dalë në pah një çështje e vjetër financiare, një borxh, një pagesë e vonuar ose marrëveshje që kërkon rishikim. Është dita për të bërë strategji të zgjuara dhe të matura. Në jetën në çift, pasioni është i thellë dhe ndjeshmëria e lartë. Xhelozia ose frika e humbjes mund të shfaqen nëse nuk ka komunikim të hapur. Është ditë e mirë për biseda të sinqerta dhe rrëfime emocionale që rindërtojnë besimin. Beqarët janë magnetik, por duhet të jenë të kujdesshëm të mos humbasin veten. Shigjetari. Shigjetari përjeton një ditë që sill dëshirë për zgjerim, liri dhe kuptim më të thellë të rrugës personale. Në aspektin e shëndetit ndiheni më mirë kur jeni aktiv dhe nuk e kufizoni veten në rutina monotone. Trupi kërkon lëvizje dhe ajër të pastër. Kujdes me teprimin e aktiviteteve, pasi kjo energji e lartë ju bën të harroni kufit. Financat lidhen me planet afatgjata dhe vizionin tuaj. Mund të mendoni për investime që kanë lidhje me jashtë vendit, studime, projekte online ose zgjerim profesional. Nuk është ditë për rezultate të menjëhershme, por të mbillni farat e fryteve tuaja. Një këshill ose informacion që merrni sot mund të jetë shumë i vlefshëm në të ardhmen. Në çift, marrëdhënia kërkon hapësirë. Ju keni nevojë të ndiheni të lirë dhe brenda lidhjes, por duhet që partneri ta kuptojë këtë. Një bisedë rreth planeve të përbashkëta ose udhëtimeve ringjall entuziazmin. Beqarët mund të njohin dikë përmes një aktiviteti kulturor ose udhëtimi. Bricjapi. Bricjapi është i fokusuar dhe i përqendruar sot. Shëndeti kërkon kujdes për shpinën, kockat dhe muskujt. Ju keni tendencë të mbani shumë përgjegjësi mbi supe dhe trupi juaj mund t'ju kërkojë pushim. Një ritëm i ngadalt sot nuk është dobësi, por është një lëvizje e zgjuar. Financat janë pikë fort për ju. Mund të shihni rezultate konkrete nga përpjekjet e të kaluarës ose të merrni një konfirmim që ju jep siguri. Mund të bëni plane serioze ose të investoni me kujdes për objektiva afatgjata. Në çift, marrëdhënia forcohet përmes stabilitetit. Duhet të diskutoni për përgjegjësitë e përbashkëta për shtëpinë dhe për të ardhmen tuaj.
Beqarët do të tërhiqen nga persona serioz dhe me ambicie të qarta. Një lidhje që nis sot mund të ketë baza shumë të forta, sidomos në aspektin ekonomik të saj. Tema unike për Bricjapin do të jetë ndërtimi i qëndrueshmërisë. Çdo hap i vogël sot ndërton një strukturë të qëndrueshme nesër. Ujori përjeton një ditë plot ide dhe mendime të reja. Shëndeti lidhet ngushtë me sistemin nervor dhe mbi ngarkesën. Mund të ndiheni të lodhur jo fizikisht, por nga mendimet e shumta. Pushimi mendor dhe shkëputja nga teknologjia për pak kohë, bashkë me aktivitetet kreative ose relaksuese do t'ju ndihmojnë. Financat lidhen me inovacionin. Mund të mendoni për projekte teknologjike, ide origjinale ose bashkëpunime. Kjo është ditë e mirë për brainstorming. Jo domosdoshmërisht të merrni vendime përfundimtare. Në çift kërkoni lidhje që bazohen në miqësi dhe liri. Nuk toleroni kufizimet apo dramat e panevojshme. Nëse partneri ju kupton, lidhja do të bëhet më e fortë. Beqarët mund të njohin dikë përmes rrethit shoqëror ose një aktiviteti në grup. Tema unike për ujorin sot do të jetë autenticiteti. Sa më shumë të jeni vetvetja, aq më shumë do të tërhiqni njerëzit dhe mundësitë e duhura. Peshqit janë intuitiv sot në 8 shkurt. Shëndeti ndikohet drejt për drejt nga gjendja juaj shpirtërore e këtyre ditëve. Mund të ndiheni të lodhur pasi keni qenë duke thithur emocionet e të tjerëve. Qetësia dhe momentet e vetmisë do të jenë shëruese për peshqit sot. Financat kërkojnë qartësi dhe kufi. Mund të jeni shumë bujar dhe t'i besoni lehtë premtimeve të tjerëve, por kjo është dita për të qenë realist dhe për të shmangur konfuzionin financiar. Bëni mirë të planifikoni gjërat duke mbajtur parasysh veten tuaj. Në çift, lidhja do të thellohet emocionalisht. Ju ndjeni nevojën për romancë dhe mirëkuptim, prandaj një moment intim ose një bisedë nga zemra do ta forcojë më tej raportin tuaj. Beqarët mund të përjetojnë një njohje shumë romantike që do të nisë ngadalë, por i prek thellë në shpirt dhe do të zhvillohet në diçka serioze. Tema për peshqit sot është besimi në intuitën tuaj. Zëri juaj i brendshëm është rrëfyesi më i saktë. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.